Përshëndetje nderuar teleshikues, ky është edicioni informativ I lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Futja në garën e Tiranës e aktorit Florian Binaj për Edi Ramën në shenjë dëshpërimit që ka pushtuar Partinë Demokratike. Kryeministri tha se Binaj është në rolin e tij për të bërë humor, por nga ana tjetër vetëm vota për Rogerta Manastirliu garanton punën transformuese në kryeqytet. Brunilda Mersini dhe Dionis Sota do të garojnë kundër njëri tjetrit për Bashkinë e Vlorës. Mersini vjen nga radhët e socialistëve me synim për t'i dhënë një tjetër ritëm ndryshimi I qytetit, ndërsa kandidati I pavarur I mbështetur nga opozita thotë se Vlora do ta ndërshkojë arrogancën e qeverisë. Kreu I SPAK Altin Dumani do të raportojë këtë të hënë para deputetëve në parlament. Ai pritet përballet me liderin e opozitës Ali Berisha, I cili e ka sulmuar vazhdimisht prej më shumë se 2 vjetësh. Albin Kurti dështoi të krijojë qeverinë e re të Kosovës, udhëheqësi I vetëvendosjes nuk bindi dot asnjë prej forcave politike për t'u bashkuar në kabinetin e ri. Tashmë fjala I takon presidentes Osmani, e cila mund të mandatojë forcën e dytë politike ose vendi mund të shkojë në zgjedhje të parakohshme. 8 persona janë plagosur në disa aksidente që ndodhen këtë të diel, mes lënduarve janë edhe 2 turistë francezë që po udhëtonin me motor në Juglindje. Të dhënat zyrtare për vitin e kaluar tregojnë se shumë turistë që zgjodhen të vizitojnë Shqipërinë qëndruan vetëm pak net në vendin tonë. Ekspertët vërejnë se kjo është një sfidë që duhet adresuar nga autoritetet. Rreth 15.000 shtetas të huaj kanë aplikuar për leje qëndrimi në Shqipëri gjatë këtij viti, më shumë se gjysma e tyre kanë ardhur për arsye punësimi, kryesisht në turizëm, ndërtim, shërbime e të tjerë. Çdo vit që kalon sjell rritjen e numrit të studentëve të huaj në Shqipëri, të dhënat flasin për afro 2000 të rinj që kanë zgjedhur të mësojnë në shkollat e larta. Problemet shëndetësore mund ta ndryshojnë jetën normale të çdo personi, por ka edhe nga ata që gjejnë rrugë për të qenë aktive edhe në profesione të ndryshme. I tillë është rasti një fizioterapisti të verbër që sot ndihmon personat me nevoja të veçanta.